Përshëndetjet, selamet qofshin për Muhammed Mustafan, mësuesin njerëzis, sallallahu alaihi wasallam. Të dashurit e mi, vëllezër dhe ju motra, është gëzim, privilegj, krenari, lumturi dhe shpresë e madhe që Zoti na ka zgjuar sot shëndosh e mirë, na ka dhënë udhëzimin e mbarë, na ka bërë të dashur këtë dinë, këtë vatan, familjen e shoqërinë, dynjan dhe ahiretin. Është gëzim i madh dhe lumturi e madhe që i madhi Zot Dhul Gjelal na i ka bërë të mundur që me gëzim me u zgju në këtë ditë madhështore, ditë xumaje, me u para përgadit dhe mendjen me pas të takimi me krijesat më të mira të Zotit Dhul Gjelal, që takohemi në ditën e xuma, që zbresin nga qielli i shtatë për t'i beku dhe për të zbrit qetësi dhe rahati të gjitha ata dhe ato që gjindën në xhamin ditën e xuma për ta madhru dhe falenderu Zotin Dhul Gjelal. Elhamdulillah, i madhe i Zot për këtë mundësi dhe për këtë dhunti. Të dashurit e mi, po fillojmë këtë bashkëbisedim apo ligjërat me fjalën e një dietarit të madh të Islamit, të quajtur Fethi Yeken, i cili ka dhënë një kontribut të madh. E njeriu nuk matet me numrin e viteve sa ka jetu, po njeriu matet me peshën, me vlerën, me gjurmët që i le dhe sa të përkujtohet dhe të përdoret puna apo fjala e tij e ndershme. Kjo është begatia më e madhe nga Zoti Dhul Gjelal. E njëri nga të shumtët kolos të Islamit është edhe ky i cili thot: të punuarit për këtë fe nuk është vetëm nder dhe privilegj, me cilën krenohemi me të, por ajo që është përgjegjësi për të cilën do të pyetemi në ditën e gjykimit. Nuk është vetëm të lavdrohemi që elhamdulillah që mu Zoti më ka bo hoxh, elhamdulillah që ma ka dhonë mundësien për të mësu dikën, për të folë diçka rreth kësaj feje të bekuar. Nuk është vetëm privilegj, nuk është vetëm krenari që duhet lavdrohemi me të, po në çdo moment, në çdo sekond, në çdo fjali, në çdo veprim, duhet ta kuptojmë që është përgjegjësi dhe nesër kemi me u pyetën para të madhit Zot xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Ky ders vjen mu në këtë kohë, 2026, ku janë shtu njerëzit që flasin për fe, dhe janë shtu ata që cilët e kuptojnë vetëm privilegj për t'u krenu me të. Mirë, po kanë mbet të pakt ata të cilët e kuptojnë përgjegjësi që kanë me dhonën para të madhit Zot xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu. Shumë e fjalia një ditë do të bëhet shkaktar për hidhrimin e Zotit, për largimin nga mëshira e Zotit, për largimin nga shpërblimi të madhit Zot xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu, që është bërë për të nënçmu, për të nënvlerësu, për t'u krenu, për t'u vetë pëlqy dhe në të njëjtën kohë për ta marrë atë lavdatën që sikur unë nuk është askush, të tjerët meritojnë vetëm nënçmimin dhe largimin nga të tjerët, vetëm mu duhet më ndëgjojnë dhe të më pasojnë. Të dashurit e mi, gjithmonë, kur të flasmi, le ta dim që nuk është vetëm privilegj që duhet krenohemi me të,
mirë, po ta kuptojmë mës pari përgjithësi që do të llogaritemi me të para të madhit Zot xhalla shanuhu wa xhalla xhalaluhu. Të dashurit e mi, është e vërtet ajo që ulemaja gjithmonë e paraqesin e në krye me të Selman Aude, njëri prej ulemave të mëdhej bashkohor, thot, poshtrimi i cili do personit nuk është mbledhja e mangësive të tij të pretenduara për të rritur personalitetin tënd, po e nxjerr në pa një mangësi të kohës së sodit, të cilët njerëz flasin për personalitete, për emra të përvetshëm, për njerëz që gëzojnë një reputacion në shoqëri, për njerëz që kanë kaplu zemrat e një pjesës së njerëzve, dhe një pjesë e njerëzve flasin kundër atyre duke i mbledh të metat e tyre, me vetmin qëllim që me largu syrin nga këta njerëz të veçantë e me marë popularitetin ai vet. Është prej formave më të ulta të egoizmit bashkohor. Është forma më e ulët e egoizmit bashkohor që të flasësh për të metat e tjerve, e ti mbledhësh dhe ti hulumtosh mangësitë të tjerve, e ti shpërfaqësh ato me vetmin qëllim që ta largojnë mosa vëmendjen nga ai apo nga ajo, e ti kthejnë nga kamerat nga ky apo nga kjo. Dashurit e mi, kjo nuk është me dëshirën tënde apo timën. Kjo është me dëshirën e të madhit Zot Dhul Xhelal. Kujna dën Zoti me ja hapën njerëzimit syt dhe zemrën për me dash, për me ndëgju, për me pasu, për me u këshilluan, për të punu bashku me filanin, s'ka kush që mund të me ndalë. Dikush po hatërot edhe po nervozohet, po thoi, pse mu njerëzit nuk po mdojnë? Po teja jetë e dashna i kanë. Ja, unë e kërkan, vallaj, nuk dojnë. Ashtë një lloj reciprociteti në këtë gjuhën asfaltume që i thojnë. Sa dhurësh dashuri, aq e dyfishume kamët ardh nga njerëzit, po mas pari prej Zotit Dhul Xhelal. Mas pari puna jon do t'jetë kënaqësia e Zotit. E para. Në moment kur dën Zoti, i urdhëron krijesat e qiejve, me lajkët, oj krijesat e mia, dune filanin apo filanën, ashtu qysh e du one, sa ai punët ashtë duke i bërë për hatrin tim. E në atë moment kur dojnë me lajkët, i urdhëron, thot, oj krijesat e mia të tokës, dune filanin, sa ju më dënë mua dhe krijesat më të mira që i kam kriju me lajkët. Dashurit e mi, para se me kërku dashurin e njerëzve, kërkon e dashurin e Rabbul Aleminit. Para se me kërku miratimin e njerëzve, kërku e miratimin e Rabbul Aleminit. Para se me kërku që njerëzit më të respektu, mas pari respektu e fjallën e të madhit Zot, Gjelle Shanuhu e Gjelle Gjelaluhu, aja ka më të ngrit, aja ka më të dhonë popularitet, aja do t'jep krenari, aja do t'jep bereqet, aja do t'jep lumturi dhe çdo gjë do të tjetër. Allahu e më shiroft, këtë dietar që bashkë në këtë kohën tonë, bashkohore, po e sjell këtë, që masa nuk janë duke zgjedh rrugë legjitime për t'u pasuru, për t'u ngrit, për t'u avancu, me çdo kusht dhe çdo rrugë janë duke kërku, kryesorja me met në top list, po thojnë, mos me zbrit nga ajo.
Dashurit e mi, rrugët duhet t'i pastrojmë, rrugët duhet t'i kërkojmë, njerëzit duhet t'i nderojmë, dhe vetëm me këtë gjë, neve e marrë kënaqësinë e Rabbul Aleminit. Të dashurit e mi, hoxha i madh i muslimanëve, Ali Tantavi, thot një ditë rini rehat. Për çka të rrim rehat? Thot rini rehat, rini të qetë. Sa do që jeta të hedhë pesha të rënda mbi supët e juaja. Dynjaja, kom ju rëndu, kom ju lodh, kom ju raskapit. Dynjaja, me gjithat mirat që i ka, kanë me u kthy ato të lumtura që një ditë na kanë bë, kanë me u bën ngarkesë për neve. Dhurata më e madhe, dekori kësaj dynjaje, është pasuria. Po bëne nuk ja dhave orientimin e mbarë. Një ditë, kom u bë kundërshtarë armiku më i madh i yti, se ke menaxhu drejt, se ke përdor drejt. Përmes qasoj pasurie, që nuk ja ke dhonë orientimin e mbarë, do të bëhet shkaktar në ndomin e fëmijëve, të vladve, të familjes, shoqërijës, ka më të krekos, ndoshta, ka më të ngritën, ka më të hap shumë rrugë që gjithmonë duke pretendu jam të shiju dynjan, kurse dynjaja ato të marrë tyje më të shkatru edhe dynjan edhe ahiretin. Ta jep zbukurimin e dytë, e vladin. Mirë po Zotin arujt, s'provohesh ndoshta me smundjen e tina, s'provohesh me mos udhëzimin e mbar tina, s'provohesh me gjërat negative që ai të i sjell, s'provohesh me humbjen e tina, krejt e merr Zoti Dhul Xhelal, krejt bëhen rëndim për babën, për nanën. Krejt janë stres, ngarkesë, dhimbje për nanën edhe për babën edhe për familjen, ha? Thot rinit qetë, o dashurit e mi, sa do që jeta të hedhë pesha të rënda mbi supët e juaja, dije, besoje, se Allahu nuk e ngarkon askënd, vetëse me atë që ka mundësi ai ta bartë, prandaj rri qetë. Allahu nuk e ngarkon askënd me asgjë që nuk mundët me e bartë. A keni vrejt një pjesë e njerëzve thujnë, filani vrejt, halal i koft sabrit tina, halal i koft përmbajtjes tina, halal i koft me gjitha këto sprova që i ka, përsëri është entuziast, është energjik, është i busqeshur, është dashamerës, është aktiv, përsëri me gjitha këto të cilat i posedon. Për çka? O dashurit e mi, i madh i Zot ati qofsh mi fal, nuk e ngarkon askënd me atë që nuk mundet me bartë. Allahu të ngarkon vetë sa ke mundësi për ta bartë, as gjo ma shumë as ma pak. Andaj rini të qetë, falenderoni Zotin Dhul Xhelal për këtë mirësi të madhe. Të dashurit e mi, njëri nga ulemat e mëdhej të dinit islam, të këtij të shumët, edhe në të kaluarën edhe në të sodit, Mustafa Mahmudi, Allahu e mëshiroft, thot, me kalimin e kohës, keni me i harruan shkaqet e ngrindjes. Për shembull, dikush i ka bo 50 vite, 30 vite, 70 vite, 80 apo 90, ka harru për shumë sene për çka është grind, për çka është fjalos me kolegën apo kolegën, për çka ka ngrit zë, ka me harruan. Bile ka njerë, është një poet shqiptar, e na i kena pas poetët shumë të mëdhej, bile një pjesë tyve kena pas edhe hoxhallar, të ndritur. Njëri prej poetëve po thot është çudi me popullin tim shqiptar. Zinjët e ngrindët në përdarsma, në për ahengje, e pajtohet në për vdekje. 30 vjetë s'ka fol me vllavin.
Haj se na dish boba, zga të durën, të pajtumi. Pa lebe mos u pajtë edhe sot, polë zotin e lama. Të kom lutë që 20 vjet jam të të lutën, banja halal vlavit, s'ja ke bon halal, tash, hoxha, po vje më na pajtu, po s'po vi, heshmër, mos më hajde, s'ka nevoj për namazin e gjenazës tonin tash. Heshme s'ka nevoj, kur 30 vjet si ke folën, s'ma ke shkuptani këtë fjalla, po kuptan, se do pi presin tani. Heshme s'ka nevoj, pajto u tash, o burr, pajto u tash. Sikur që Ahmet Shkodra, Allahu e mëshiroft edhe hoxha dhe poet mësosa, a i thot, është e habitshme, kur është pyet një dit, thot a gahohet qyshje, thot ty Benedicqa. Thot pse? Thot pyti tjertë për muë. A për tjertë, hajde pyto muë, se ka ko që na shqiptarët nuk imi të njohë vetë vetën. Si mi ti njoft ato përparësit, ato mundësit, ato shkathësit cilat i kemi, atë energjin, atë entuziazmin, atë forcën, atë tokën cilën e kemi pjellore, ata njerëz dhe thët që i kemi, këtë relief ka që të mirë që i kemi. Na as njohemi kur gjo, na veç jemi të pi kafe dhe duhane dhe të thonën, ata zvisrant janë matë mirë se na. Ku së mboni zoti Gjerman, po mboni do thot që to, së mfali zoti në kërë qytet, po në ketë katon, e lavet këta. Këta janë dështoka që i flasin. E thot me kalimin e kohës, do t'i harrësh shkaqet e ngrindjes. Dhe nga memoria jote, do të zhduket tëra detajet e të keqës të ligës. Krejt ato detajet kanë mu të zhduke një ditë. E vetëm një pyetje vetme ka më të ndjek, ka më të shoqëru gjithmonë. Cila, a ishte e nevojshme të ndodh gjithë kjo gjendje që të ka ndodh tyje. Një ditë veç që të pyetje kemi po. A ka në nevojshme une kash vite me pasën me bartë këti natë. Do qysh bartin? Si kur më të qu zoti, 100 kilogram rëndësi diçka, gurë, me bajt në shpin, natë e ditë, ndarësë me ndek, në parhajre në ngushlim. Ku do që të shkojsh? Mi bartë, aja vlen? Rana është o burë, qështu janë këta njerës që bartin mlef, i natë, o rejtje, dashakëtsi, nërskamza, tradhti, filoni, filonia, qështu e kanë? Këta 200 kg i kanë shpin, heqe o burë, o kime busqesh, o kime jetu i lirë, o i qetë, o i dashur, o i busqeshur, pse? Si a ki nati kërkuj mërë burë, i pas ka burë, o i shala zëti a shumë fishan, pas ka mëri, o i shala dhe manalt, shkon, kjo është shpirti besimtarit. Na imi të livdu njerëzit ati me qka? Ha, ish njeri mirë, po falë ke namaz. S'ka nevoj me livdu, ajo obligimin atë kry. Ish i mirë ki shku në haqë. Jo, s'ka ka kry obligimin, që ka pas mundësit. Ish i mirë ishte agjeru Ramazanin. Obligimin atë kry. Ish i mirë, s'kesh fjallë të këshia për askënd. Ish i mirë, nuk pja mendoj ke askujt, të keqen. Ish i mirë, nuk pi bajke plana as kujt, kundër. Ish shumë njeri mirë, ish human. Ish njeri mirë, po arke po të pytke, cila është mundësia jame më të ndimuan? A mujt i shka më të përkronë? Për këto gjëra doshurit e mena dojmi me pyt një tjetërin. Pse se falë namazin, ko më na pyt zote ati që është me falë. Ti dush me spjegu, do thot për rëndësin e tina. Doshurit e me, e budherri njani prej transmituzve të mdhej, të thonjeve profetike. Dhe është interesant se nga me shkojt, nga shokët e profetit Muhammed, ky ka jetu mas gjati. Sikur që edhe nga femnat, gruja Muhammed Mustafas, Hazreti Aishja, ka jetu mas gjati. U konë një arsye pse e ka marrë pak ma të rejë. Cila u konë arsye? Mas vdekjes profetit Muhammed, ka përgjithësi, koleksionimin e fejës. Kush ka një problematik, ka mu këthy të nana besimtarve të Hazreti Aishja, aja ka mi bon zgjidhje. O musliman, me nëni be pak ma fel, mos ju besoni bre do reklamave të gabushme, e do analistave, e do që veç në fletën e para është i mirë. Në fletën e dytë,
I veç janë para kamerave, se unë ju kësha kallëzu shka janë ata. Katastrof janë. Mos ju besani, kjo feja është një oqean që gjërsin dhe thellësin dhe kilogram nuk ja din askush pos lumit zot ati që është mi falë. Dikush vishe ka prej këtë fej, ja ka njës të dhonë fet fa. Ikni për këtyve. Ikni për këtyve se kare nga banën. Allah i o të zofta. Gjysa e dituris është me thonë, për një qështje që nuk je i sigurt, nuk e di. Pse bëu përgjigje? Po u gjo marë i noti, po çfarë gjybe, po ta çfarë shalli, me thonë nuk e di. Nuk e di. Po ulemaja më të mëdhej të islamit kanë thonë nuk e di. E kush jamon edhe ti, mos me thonë një gjatë të tillë. Për këtë dashurit e mi, Ebu Dherri ka jetu gjatë. Ka transmetu një thonje të Muhammed Mustafas, që po du me nda me juve shumë të spikator në temën. Thot, çfarë thua për një njeri që bën një punë të mirë dhe njerëzit e falenderojnë për të? Tha, ky është për shpejtimi i përgëzimit të besimtarve. Kur ta bëjsh një punë të mirë, dashurit e mi, dhe njerëzit të falenderojnë, thirrin telefon, takojnë, halal Bretkov që e ke bo këtë zgjidhje, halal Bretkov që e ke bo këtë vepër, halal Bretkov që e ke dhon këtë këshill, halal Bretkov që e ke bo këtë zgjidhje, halal Bretkov. Thot, çka është? Thot, ka thonë Muhammed Mustafaja, sallallahu aleyhi wasallam, ky është për shpejtimi i përgëzimit të besimtarve qysh nga dynjaja. Po është lumin zot, kur ke bona i vej për të mirë, atë ka falenderu dikush. Po, vallaj je njeri mirë. Vallaj je besimtari mirë. Pas shatë madhe, ama vesh, kush të ka livdru? Vallaj edhe aja është njeri mirë. Pasha Zotin i madhe i Zot i ka qu njerëzit e mirë, më ta përshpejtu, edhe në dynjo ty më të falenderu edhe më të shpërblyen. Subhanallah, jetojmë në një kohë ku një pjesë të njerëzve janë duke e falenderu për veprime të liga, për një arsye, për shkak se unë kam një interes pe këtij apo pe kësaj. Edhe zatën janë do sa hanë lëpirs, pe thujnë këtë gjuhën asfaltume, po ju mos i kallzoni kujna. Ata shkojnë i bojnë për hajt të keqen. Ata shkojnë i bojnë për hajt të ligën. Të ligën, për shka? Se kam përfitem më burë për tive. Ekni për këtyre, se këta janë dekt. Vallaj janë dekt, edhe psa ecin me dy kombi si për faqen e tokës. Allah i na rujt për këtyre. Thuni amen o dashurit e me. Dashurit e me, Muhammed el-Ghazali, djetari madhe islamit. Thët, detyra fejës është që kur të shikoj një të rëzuar, të ndimoj për të ngjitur. Dhe jo të nxitoj për ta diskreditu hala ma shumë, për ta shtyp hala ma shumë, për ta ul hala ma shumë. Qka detyra e fejës është mi ngrit njerëzit. O rëzu dikush, ka dështu dikush, ka gabu dikush, shko dhe kshilue, shko motivue, shko ndimue, shko je pja dorën edhe ngrete. Nuk është detyra e fejës hala me shku me shkel. Qështu janë të bo një pjesë ju e vogël e fetarve. Janë duke u gëzu me dështimin e dikujt. Janë duke u e duar trokit dështimin e dikujt. Sprovën e dikujt. Dhimbjen e dikujt. Janë duke duar trokit. Janë duke u gëzu. Qa na ka mësu islami ynë? Fije imanin zemër tyve këta nuk kanë. Për këtë dashurit e me, mos t'ju mashtroj numri rekateve sa mund është t'i falë dikush. Për dini ata që një unë i dimnit, më thejke, o gjafene, 100 rekate i kam falë pramë. Ty, bëthë, pëse ati ka pranu zotje, asnja. Tha ti e dina, unë e di për tyje. Asnja s'na ka pranu, pëse? Pa i 100 këshia i ku marrë vish për ti e vichone. Po ku ta pranën më rëzotje, ecë? Po zotin e, s'ta pranën i lumi zot, ati që ufsh mi falë. Për këtë mos ju mashtrojnë rekatet e namazit, sa mundët mi bo dikush.
po let ju mashtron aja dashamirësia që e ka filoni apo filonia me ngrit tjetrin, me avancu tjetrin, me popularizu tjetrin. Kjo është detyra e fejës, dashurit e mi. Amo, detyra e fejës, su këraja pula, tak, edhe kokrën për veti. Ska gjampi këtu, këta janë dekt. Dashurit e mi, mos u dëshpra. Po thot, Muhammed Mutawalli e Sharavi, sepse dynjaja nuk është me vullnetin ton, por është me urdhnin e Allahut, e urdhni Allahut i tërë është i mirë. Caktimi i Zotit për neve është drejtësi. Ka njerë nuk e kuptojmë, e konsiderojmë dhimbje, e konsiderojmë mangësi. Jo. Caktimi i Zotit Dhul Gjelal ndaj neve është drejtësi. Vesh mos t'i përzim, ka njëherë i kemi dosprova me domin ton, me gabimet e tona, me mos menagjimin ton drejt dhe të mirë, e imi t'i thonë caktimi i Zotit. Nuk është këtë caktimi i Zotit. Caktimin e Zotit dallane, caktimi i Zotit ndaj neve është drejtësi absolute. Je i kënaqur me vendimin dhe përcaktimin e Allahut dhe thuj gjithmonë elhamdulillah. Ka njerë kemi një gabim, ka njerë kur ta ngushllojmë dikan, ka pas një rast vdekje, thujmë, te na, në këtë lokalitetin thujmë, mos u mërzit. Po kam shka me ba. Pse me ba nëjse janë ti smërzit të sheqa? Jo, thuj, elhamdulillah, jam i pajtushëm me caktimin e Zotit. Të Zotit jemi, te ka i kemi për të kthy. Kja është fuqia më e madhe, kja është energjia më e madhe. Krejt barnat e psikologëve të ruzullit toksor, me i përdur, nuk kanë efekt, as 0.05% të besimit, kur thu, të Allahut jemi, dhe te ka i kemi për të kthy. Të Allahut jemi, dhe te ka i kemi për të kthy. Kja është fuqia më e madhe e ngushëllimit, i këshilloj me këta psikologët, pedagogët, gjithë. Dashurit e mi, vetëm Allahu, thot Mustafa Mahmudi, vetëm Allahu, aje din se si ta edukoj çdo njeri për ta nxjerrë më të mirën prej tina. Kini vrejtën, dashurit e mi, dikush sa të fol për me mush minutazhën. Mos folni sa për me plëcu minutazhën. Mos folni vesh fjallë kalablak, barazimi, zero. Dashurit e mi, gjithmonë kur të folni me dhoni mesazh, folni me dhoni këshill, mbi atë fjalem me ndërtu një punë. Jo vetë sa me mush minutazhën, 2 sahat të folaj nud. Shkaje të fol mërbur. Laf, muhabet. Mane mërbur, folni për me dhoni mesazh. Thot vetëm Allahu, a e keni vrejt, disa kur të fol, nështë ta fol pak, mesazh të madh ka. Qështu i kina pas prindrit e tonë? Ata kanë fol pak, po kur kanë fol, kanë godit. Ata e kanë pas mosër më të mirë, Muhammed Mustafan, mrena 24 orëve kanë ndodhi ka fol vetëm 4 fjalë. Po ato fjalë janë mësu, janë dëgju, janë shpërnda, janë shkru, dhe atëherë sot dhe din ditën e kiametit kanë me u praktikuan. Derin ditën e kiametit kanë me u praktikuan ato fjalë. Një pjesët i fol 40 fjalë, halo pa e quj argonin. Gruja vetë nuk e nga në agji. Po më si kalë zëkujna. Thot, fara ka nevoj të mbuluhët. Fara. Një po një farë që tu me qitën, leje që tu pasullin sa dush. Nuk bin, nuk jep frët. Pse? Do të me shtin tuk. Qa me bo? Pastaj me mbulu. Fara ka nevoj të mbuluhet në mënyrë që të bi edhe t'jep frët. Gjdo gjë vjen me një urtësi të cilën do t'a mësësh pak më vonë. Gjdo sen vjen me një urtësi që do t'a mësësh pak më vonë. Kësha lut me thirë rezonin dikush se mëzini nuk e pasmi. Kësha lutën ma shpejt me ungrit, erdë mëzini, Allah e shpërbleft. E kemi pas të smuti, shala Zoti e shëran. Dashurit e mi, gjdo gjë vjen me urtësi, cilën do të mësojmë pak ma vonë, të ka godit diqka. O dashurit e mi, mos e që regullo për vetën, pak ma vonë kime dit urtësijën e saj.
I pa dikush thotë, o hoq, që sa jam të lutë Zotit, sa tu ma pranu këtë do. O edhe mos përgjigje e Zotit, ndaj asoj doas tone, përsëri është përgjigje. Pse? Është gjithmonë të mirën tone edhe temën. Gjithmonë, të mirën tone edhe temën. Pak ma vonë kina mi marrë vesh, kina mi thonë, elhamdulillah që s'mu pas ka përgjit Zotin që atë doa. Se po të mu përgjit shkena atën, shka jam konë t'ja kërku unë, krejt ko ka konë ndo min temë. O pasha Zotin e lëmë, nuk ka gjë që Zotin na privon, përvec se është në të mirën tonë. Përvec se që është në të mirën tonë. Andaj falenderoj Zotin edhe për qatë gjendje në të cilën je. Të dashurit e mi, betejat e debateve janë betejat me pasojat më të këqija dhe me përfundimin më të hidhur, thot Muhammed El Ghazali. Beteja e debateve. Me çdo kusht unë të fitaj, me çdo kusht, bile sot nuk përdorën mjeta, si të shanë, të ofendan, diskreditan, gjithë shka, vesh me dalë fitimtar. Amoni ju kuf, mos delni në debat me këta. Dituria ma e madhe, menquria ma e madhe, fitimi ma i madhe është me këta mos me debatuen. Mos debata me ta, bre. Ka njerë me një ligjerat, dikon. Edhe ishte kjo tim. Edhe më thash me debatu me këtë kategorit njerëzve, është si kur nëse na i herë ka provu dikush e Zotin arujt, më të kafshu qeni. Tash, a këthej është e në kafshon qenin? E njoni u qovë pe me si tha, hoq me kafshu ju, tha po, me mujt mja dhoni një shkelëm. Jo, bras, që të shkelëm mos ja e pa ti. Për Zotin e lëmë, thaj, monët më të përvjedh, përsëri do të të kafshën. As shkelmin do thot mos me jadhonën. Largoju për këtyve, sepse largimi për këtyve debateve të kota është më ndershme për mendjen dhe më sigur do thot për fejen. Dhe po e përfundoj, na është tharë pështyma, thot Muhammed El Ghazali. Allah e më shiruft. Veç që ta me majtë me ndoshtërit e mesët. Thot na është tharë pështyma prej piklimit, prej stresit, prej vujtjeve. Por testamenti ynë për fëmijët tanë është të shkojnë një det atje ku prejhen, ku pushojnë, tradhtarët, kush do qofshin ata dhe t'i pështynë mbi varrin e tyre. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli.